Në Hajmel, fshatin që ndodhet 19 kilometra larg Shkodrës dhe që i përket bashkisë Vau Ideës, prej vitit 2018, famullia e zonës vijon një traditë të veçantë kulturore dhe fetare me inskenimin e Betlehemit dhe lindjes së Jezusit. Çdo vit, rreth 250 vullnetarë ndrohen në aktor, duke interpretuar personazhet biblike në një skenë teatrale në qiell të hapur, përballë mijëra vizitorëve që mbërrin nga zona të ndryshme. Kjo ngjarje është kthyer tashmë në një pikë referimi për festat e fundvitit, duke jo vetëm emocion dhe reflektim shpirtëror, por edhe një atmosferë bashkimi mes komunitetit. Sipas organizatorëve, mesazhi kryesor që përcjellet përmes këtij skenimi është ai i paqes, solidaritetit dhe bashkimit mes njerëzve, përtej dallimeve. Kena filluar me pa edhe ne se kjo gjë po merr për masa më shumë se kombëtare, pra mbar kombëtare edhe jashtë kufive politik të Shqipërisë. Ka nisi diçka modeste për me zbukuru festën vendit tonë, në fakt nëpërmjet trive të famullisë këtu, por avash me kalimin e kohës mandej erdhi deri në këto përmasa që jena sot. Kena vullnetarë që merren me pjesën e ndërtimit të skenografisë, që mund të jenë diku te 30 vet, vajza, djem, burra, gra, nuk ka rëndësi sepse meshkujt punojnë, po thojmë në ato punë që janë pak më të vështira me materialet të ndërtimit, ndërsa gratë dhe vajzat bashkë me motra stigmatina na ndihmojnë për kostumet, e cila është një magji në vetë, në fakt kostumografia që kena. Ky mund të jenë një bërtham rreth 30 persona, ndërsa numri i figurantëve ose aktorëve qojni si doni në ditën e shfaqjes kalon 250. Inskenimi i Betlehemit të gjallë në Hajmel do të vijojë edhe më 2 janar 2026, duke u lënë mundësinë edhe vizitorëve të tjerë të përjetojnë nga afër këtë ngjarje unike që ndërthur besimin, artin dhe traditën.